Luizi Eli dalloi mes turmës në varimin e Eldionit, shumica për klikime, ai për respekt. Varimi i Eldionit, vëllai të gjestit, mblodhi shumë personazhe të njohur të botës së showbizit. Por ajo që ra më shumë në sy nuk ishte thjesht prania e tyre, por mënyra se si e trajtuan këtë moment të dhimbshëm. Në rrjetet sociale qarkulluan me dhjetëra postime, foto dhe video nga disa të ashtu quajtur VIP, duke krijuar përshtypjen se pjesëmarrja e tyre nuk ishte për t'i dhënë ngushëllim dhe mbështetje familjes, por më shumë për të fituar klikime, vëmendje dhe famë të përkohshme. Ky fenomen nuk është i rrallë në botën e showbizit shqiptar, ku shpesh ngjarje tragjike shfrytëzohen si mundësi për të marrë shikueshmëri dhe për t'u dukur në qendër të medjave dhe rrjeteve sociale. Në kontrast me këtë, qëndrimi i Luiz Elit u pa krejt ndryshe. Ai nuk bëri show, nuk postoi për famë, por ishte aty thjesht për të ngushëlluar familjarët dhe për të treguar respekt. Qëndrimi i tij i qetë dhe i sinqert ishte një shembull i vërtetë i njerëzisë dhe profesionalizmit, duke treguar se respekti dhe empatia nuk duhet të humbasin kurrë, edhe kur presioni i vëmendjes mediatike është i madh. Krahas Luizit, edhe Dafina Zeqiri dhe Yll Limani u dalluan për një sjellje të ngjashme. Ata ishin prezent në mënyrë serioze dhe të përullur, duke treguar se ngushëllimi dhe mbështetja për familjarët nuk kanë nevojë për spektakël. Ky konstatim bën të qartë se edhe në botën e showbizit ka individ që din të bëjnë diferencë mes respektit dhe reklamimit të vetes. Sipas asaj që u pa dhe u komentua gjerësisht, përshtypja e përgjithshme është se Luizi së bashku me Dafinën dhe Yllin treguan vlerat e vërteta njerëzore, ndërsa një pjesë e madhe e të ashtu quajturve VIP duket se nuk kuptojnë rëndësinë e momenteve të tilla. Për ta, çdo ngjarje e dhimbshme bëhet një shans për të fituar famë dhe klikime, duke humbur totalisht dimensionin human që duhet të ketë ngushëllimi dhe mbështetja familjare. Kjo sjellje është e papranueshme për publikun dhe krijon një kontrast të qartë me ata që e marrin seriozisht detyrën morale të prezencës së tyre në momente tragjike. Për shumë, ky është një mesazh i fortë. Respekti dhe sinqeriteti nuk mund të blihen me postime apo klikime, dhe Luizi, Dafina dhe Ylli e treguan këtë në mënyrën më të qartë. Mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!